Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Unë jam Juli Krisafi. Presidenti amerikan Donald Trump uron Shqipërinë në ditën e pavarësisë. Në një mesazh dërguar presidentit Bajram Begaj, Trump thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria gëzojnë një partneritet të fortë të krijuar nga lidhje të ngushta sigurie ekonomike dhe njerëzore. Pres me padurim forcimin e bashkëpunimit tonë mbi prioritetet e përbashkëta, thuhet në mesazhin e Trump. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio uroi popullin shqiptar duke vënë theksin edhe tek Aleanca e NATO si një themel i mbrojtjes së përbashkët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë uruar popullin shqiptar për 113 vjetorin e pavarësisë. Në një telegram dërguar presidentit Begaj, presidenti amerikan Donald Trump, krahas mesazhit për qytetarët, rikonfirmon partneritetin dhe thellimin e bashkëpunimit mes dy shteteve. Në emër të popullit të Shtetet Bashkuara, ju dërgoj urimet tona më të mira juve dhe popullit të Shqipërisë, ndërsa festoni pavarësinë tuaj. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria gëzojnë një partneritet të fortë të krijuar nga lidhje të ngushta sigurie ekonomike dhe njerëzore. Presidenti amerikan Trump kërkon bashkëpunim për stabilitetin rajonal, luftën kundër organizatave kriminale, por dhe në fushën ekonomike. Pres me padurim forcimin e bashkëpunimit ton mbi prioritetet e përbashkëta, duke përfshirë stabilitetin rajonal, përballjen me organizatat kriminale ndërkombëtare dhe zgjerimin e mundësive dypalëshe të biznesit dhe tregtisë. Më herët edhe sekretari i shtetit Marco Rubio uroi qytetarët shqiptar për festën e flamurit, duke evidentuar miqësinë e Shteteve të Bashkuara me Shqipërinë. Edhe NATO ka uruar 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Aleanca ka shpërndar në rrjetet e saj sociale një foto simbolike të një ushtari shqiptar, duke ftuar ndjekësit të urojnë Shqipërinë për festën kombëtare, ndërsa një mesazh urimi me mbishkrimin gëzuar ditën e pavarësisë erdhi dhe nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë. Shqipëria festoi sot 113 vjetorin e pavarësisë. Në Vlorën e veshur Kuqezi në ditën e flamurit u mbajt ceremonia zyrtare e kësaj dite ku morën pjesë dy presidentët Begaj dhe Osmani dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Liderët kryen homazhe dhe vendosën lule pranë monumentit Ismail Qemalit. Vlora mirëpriti edhe këtë 28 nëntor liderët më të lartë shtetëror në ceremoninë e ngritjes së flamurit në 113 vjetorin e pavarësisë. Me kurora në duar, presidenti Bajram Begaj, kryeparlamentari Niko Peleshi dhe kryeministri Edi Rama zhvilluan homazhe pranë monumentit të Ismail Qemalit në nderim të përpjekjeve dhe sakrificave të patriotëve shqiptar për pavarësi. Në homazhe ishte edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Pas nderimeve nuk munguan as shtrëngimet e duarve mes krerëve të shtetit dhe qytetarëve, të cilët ishin të shumtë në numër. Mesazhet e urimit krerët e shtetit zgjodhën t'i bënin në rrjetet sociale. Presidenti Bajram Begaj uroi qytetarët me një fotokolazh nga sheshi i flamurit, ndërsa kryeministri Edi Rama me një foto të monumentit të Ismail Qemalit. Ndërsa kryeparlamentari Peleshi ndau një video ku shfaqej libri me aktet themeluese të shtetit shqiptar 1912-1922, duke rikujtuar momentet kyçe të shtetformimit dhe rëndësinë e dokumentave historike si udhërofyes për brezat e rinj. Dita e pavarësisë është një moment reflektimi për të gjithë shqiptarët, teksa ky 113 vjetore gjen Shqipërinë më pranë ëndrrës së kahershme, antarësimit në Bashkimin Evropian. Urime në këtë ditë të shënuar të mbar shqiptarisë kanë ardhur edhe nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Presidenti Osmani ka kujtuar ditën e flamurit, Adem Jasharin dhe UÇK-n si ngjarjet që përbëjnë boshtin e krenarisë kombëtare. Edhe Ali Ahmeti uroi shqiptarët për 28 nëntorin duke thënë se kombi duhet dhe nderohet me vepra dhe me përkushtim çdo ditë. Dy shtete, një komb, dy flamuj, por një zemër, shkruan Vjosa Osmani në rrjetet e saj sociale në urimin e saj si presidente e Kosovës për 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Presidentja Osmani ka uruar popullin shqiptar duke theksuar rëndësinë historike të 4 ngjarjeve të shënuara për kombin. Ajo ka kujtuar ditën e flamurit, pavarësinë e Shqipërisë, lindjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe daljen e parë publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si ngjarje që përbëjnë boshtin e krenarisë kombëtare. Në mesazhin e saj në Facebook, Osmani ka cilësuar lidhjen mes Kosovës dhe Shqipërisë si të thellë dhe të pandashme.
Nga Kruja e Skënderbeut, te Vlora e Ismail Qemali dhe Prekazi Jasharajve, historia jonë është e shkruar me gjak, guxim dhe besim. Sot Kosova e Shqipëria ecin krah për krah, gëzuar pavarësinë e Shqipërisë. Lavdi komandantit Adem Jashari dhe të gjithë heronjve, dëshmorëve e martirëve të kombit tonë. Një urim për Shqipërinë ka ardhur edhe nga kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, një herësh ish komandanti UÇK. Ahmeti ka uruar festat e 28 nëntorit, duke thënë se kombi duhet dhe nderohet me vepra dhe përkushtim çdo ditë, në çdo gjë që bëhet dhe çdo gjë që thuhet. Ahmeti thekson nevojën për konsolidimin e shtetësisë Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Të gjithë bashkë kemi obligim të ndihmojmë Shqipërinë që të antarësohet në Bashkimin Evropian në 2030-ën. Të gjithë bashkë kemi obligim që shtetësinë e Kosovës ta rumbullojmë në partneritet me SBA-n dhe BE-n. Të gjithë bashkë kemi detyrim parazinë në Maqedoninë e Veriut dhe integrimin evropian. Të gjithë bashkë kemi amanet shqiptarët në Lugin, Maltezi dhe Mërgat. Shqipërinë e ka uruar edhe misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, përmes një mesazhi zyrtar në rrjetet sociale. Në urimin e tyre, KFOR thekson rolin e Shqipërisë si një aleat e rëndësishme brenda NATO-s dhe kontributin e saj të vazhdueshëm në misionin paqëruajtës në Kosovë. Gëzuar ditën kombëtare aleatëve tanë shqiptar, Shqipëria është një nga 33 shtetet kontribuese në misionin e KFOR-it, shkruan misioni, duke shoqëruar mesazhin me sloganin Stronger Together. Hashim Thaçi uron shqiptarët nga Haga, ku ndodhet prej 5 vitesh në burg. Ish presidenti i Kosovës dha një mesazh nga seanca e gjyqit ndaj tij pasi shprehu keqardhjen që ajo mbaj pikërisht sot në ditën e festës së flamurit. Thaçi uroi shqiptarët që të festojnë të bashkuar, krenar dhe me dinjitet. Nga Haga, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka uruar shqiptarët për festën e 28 nëntorit. Ai ka marrë pjesë në konferencën javore në dhomat e specializuara të Kosovës përmes një lidhje online për çështjen që lidhet me akuzën për pengim të drejtësisë. Por për ish presidentin e Kosovës mbajtja e një seance të tillë në këtë datë me vlerë të shumëfisht për shqiptarët duhet të evitohej, ndërsa u shfaq besim plot se vitin tjetër festat kombëtare do ta gjejnë në trojet shqiptare. Mendoj se caktimi i kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor do duhej evituar. Mbajtja e kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor për mua dhe çdo shqiptar është befasi jo e mirë. Nderuari gjyqtar, së çdo shqiptar ka fest kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku si çdo popull i lirë në botë feston edhe kujton. Sot, çdo familje shqiptare dhe institucion edhe i Kosovës edhe kujton edhe feston. Prandaj, mua nuk më mbetet tjetër, veç t'i uroj shqiptarët për festën e 28 nëntorit të festojnë bashkuar, krenar dhe me dinjitet. Sipas akuzës, Thaçi individualisht dhe përmes veprimeve të përbashkëta ka ndikuar përmes personave të tjerë për të penguar zyrtarët e lartë në kryerjen e detyrave. Prokuroria pretendon se Thaçi ka udhëhequr dhe ka marrë pjesë në këto përpjekje përmes vizitave të tij në objekte të paraburgimit, gjatë kohës që ka qenë i paraburgosur në kuadër të gjykimit të tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ish presidenti i Kosovës ndodhet në paraburgim në Hagë që prej vitit 2020, ndërsa ka hyrë në historinë e shtetit të Kosovës edhe si kryeministri në mandatin e të cilit u shpall pavarësia e vendit. Flamuri bëri bashk shqiptar nga qytetet të ndryshme në Tiranë. Me tingujt e himnit kombëtar këtë 28 nëntor, flamuri i Kuqezi u ngrit simbolikisht në sheshin Skënderbej. Ndërsa nxënës të shkollave të mesme me veshje popullore e simbole kombëtare kishin dalë për të festuar. Ky 113 vjetori i pavarësisë vjen si një ditë krenarie kombëtare, por dhe reflektime. Dua të them të gjithë shqiptarëve mos harroni. Shqipëria nuk e harron falen, por fluturon gjithmonë lart. Nga keni ardhur? Pi Turqie, pi Istanbulit kanë ardhur. Unë shqiptar jam, unë Tiranën e dua, shqiptarët i dua, për çat. Nga viset e tjera shqiptare
Maqedoni, Kosova në veçantë, Presheve në veç, gjithë Buejonsi, po edhe Malizi, po edhe kudo që janë në për botë të shpëndarë shqiptarët presin që këtë flamur të shikonim këtu të ngritur bashkë. Gëzuar ditën e pavarësisë, ditën e flamurit të identitetit tonë kombëtar. Brezave në të ardhshme duhet i themi që të hedhin syt të parëve tanë, të ata që kanë bërë çmos për të rritur dinjitetin e Shqipërisë. Festimet në Tiranë do të vijojnë me natën e bardhë më 29 nëntor, tradit prej 20 vitesh në kryeqytet. Skena ku do të këndojnë këngëtar nga Shqipëria e trevat shqipfolse në sheshin Skënderbej po bëhet gati. Ndërkohë për ata që dëshirojnë të vizitojnë institucionet kulturore në kryeqytet, hyrja do të jetë falas. Në kryeqytet sot pati vizitor të shumë të ardhur nga kudo ku flitet shqip, festa kombëtare i bashkon të gjithë në ngjyrat e flamurit kuqezi. Kemi ardhur nga shumë Beneditio Lano, Cosenza, Kalabri. Kjo është Rosela Blandi, arbëresh e Kalabrisë së Italisë, e cila edhe pse është lindur dhe rritur larg dheut të parave të saj, e flet shumë mirë gjuhën shqipe, duke treguar kështu lidhjen e fortë që ka me Shqipërinë. Jam një arbëresh, kam shumë rese sot jam këtu sa të festojnë me juve, por që ana jemi shqiptar të vjetra. Çdo vit ajo zgjedh që festat e 28-29 nëntorit i festojnë në Shqipëri së bashku me familjen e saj. Ajo thot se atmosfera e nëntorit është shumë e veçantë. Të duket atmosfera sot në Tiranë? Shumë bukur, shumë. Është shumë të mira, gjendja janë speciali. Na kemi Shqipëria në zamra. Ndërsa ruan me fanatizëm kulturën e traditat shqiptare, Rosela tregon interes për qëndisjen e simbolave kombëtare. I shkruajta arbëresh. Festës organizuar në Tiranë ju bashkuan edhe qytetarë të Kosovës dhe trevave të tjera shqipfolëse. Olsa dhe Hidra Dragusha, pjesë e ansamblit kulturor për fëmijë në Prishtinë, performuan me kostume popullore, këngë valle patriotike, duke krijuar një atmosferë që të çon pas në traditën shqiptare. Është hera e dytë që vi në Tiranë për të festuar festën e 28 nëntorit. Atmosfera është shumë e mirë, ne kemi ardhur me ansamblin tonë Qendra Kulturore e Fëmijëve të Prishtinës dhe po kalojmë shumë mirë. Gëzuar Shqipërisë! Atmosfera sot është shumë e bukur, e larmishme me ngjyra. Shikoj njerëz që janë mbledhur dhe janë ditë feste, janë të gëzuar. Unë kam ardhur nga Lezhë. Si po të duket atmosfera? Shumë e bukur me atmosfera më duket shumë festive dhe jam shumë e lumtur që njerëzit dhe fëmijët nga të gjithë trevat po marrin pjesë në këtë lloj aktivitetesh, se tregon një ndjesi shumë të afërt me kombin tonë. Pazari i ri ishte një nga zonat që tërhoqi shumë vizitor këtë ditë feste. Me artin, veshjet popullore, objektet artizanale dhe gatimet tradicionale shqiptare. Vlora Ismail Qemalit ishte qendra e festimeve të ditës së sotme. Mira shqiptar nga të gjitha trojet janë mbledhur sot në Vlorë për të kremtuar festën kombëtare. Ata thonë se kjo është një ditë e bashkimit dhe krenarisë kombëtare. Shqipëri, 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 moj shkëm pe gurë, Shqipëri, moj shkëm pe gurë, pritesh për flamurë. Në zemër të Vlorës, në sheshin e Flamurit, qyteti që shpalli pavarësinë e Shqipërisë 113 vite më parë, vishet kuqezi. Guri Rokaj, një qytetar i ngjashëm në portret me Ismail Qemalin, i drejtohet qytetit me një mesazh urimi e krenarie, duke rikujtuar historinë që e ka bërë këtë vend simbol të lirisë. Na kujton Flamurin Bizant, që nga kohë Skënderbeut. Dhe Djoluli dhe më në fund fare në Vlorën e madhe Ismaili. Rrugët e qytetit janë të mbushura me flamuj, ndërsa tingujt e himnit kombëtar bashkojnë të rinjet moshuar në një emocion të përbashkët. Unë vim prej Soarekës, nëse Kosovës, të përshëndes gjithë shqiptarët kudo që janë për ditën e Flamurit, 28 nëntorit, po ashtu edhe komandantin tonë ligjendar aty nga Shore. Kemi nga Prizreni, kemi ardhur për festën e Flamurit këtu në Vlorë, jemi një grup bletarësh me organizim të lidhjes bletarëve të Kosovës, ku këtë vit kemi vendosur ta shënojmë, domethënë përvjetorin e pavarësisë në Vlorë. Kemi ardhur sa marrim pjesë me bletarët e Kosovës këtë manifestimin që ne edhe që kemi ndru sa vite.
kemi kënaqësinë që të jemi në mesin e këtyre të Shqipërisë, që më të vërtet kjo është veni jonë i përbashkët. Shumë qytetarë shprehin shpresën për një Shqipëri të bashkuar të fortë, ku kufit dhe dallimet humbasin përpara dashurisë për atë ideon. Unë kam ardhur nga Kosova, përfaqësoj Drenicën, jam nga komuna e Skenderajit, kam ardhur me lidhjen e bletarëve të Kosovës, jam një bletare, jetoj që 24 vite atje, erdhëm në Lorën heroike nga Drenica e përgjakur, dhe shumë heroike. Për herë të parë erdhëm këtë festë, edhe pse kam ardhur me raste të tjera në Vlorë, po për herë të parë vi për 28 nëntorin. Ta gëzojmë gjithë shqiptarët, Vlora është në gjithëve, ju urojmë festën, inshallah, vjen koha dhe të bashkojmë troje shqiptare. Mes festimeve nuk mungojnë as vizitorët e huaj. 2 turistë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehin emocionin e tyre për atmosferën kuqezi. Hera e parë që vi në Shqipëri është shumë bukur. Çdo person që kam takuar është i sjellshëm, të gjithë bujar. Moti është shumë i mirë. Nuk e dija që Shqipëria kremton ditën e saj të pavarësisë sot, por jam shumë e lumtur që jam këtu duke festuar me vendasit. Është një ditë shumë e rëndësishme për të nderuar shqiptarët dhe gjithë ndryshimin që ato kanë bërë ndër vite. Në çdo cep të qytetit, nga sheshet tek rrugicat, Vlora rresot me zemër kuqezi, 113 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri valvitet krenarisht. Kryeministri Rama thotë se Bashkimi Evropian duhet të flasë me Moskën për arritjen e paqes në Ukrainë. Rama thotë se Rusia është fëmijë e Europës dhe jo i Amerikës dhe i takon asaj e para të gjejë një zgjidhje për Ukrainën. Pozicioni i Ramës afrohet kështu me atë të administratës Trump, e cila është në negociata të avancuara me Moskën dhe Kievin, ndërsa Bashkimi Evropian është në pozicionin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Integrimi i Ballkanit Perëndimor lidhet drejt për drejt me sigurinë dhe unitetin e Europës. Në një intervistë për median austriake Die Presse, kryeministri Edi Rama rikonfirmoi angazhimin për antarësim brenda 2030-s. Ai thotë se ndryshe nga e shkuara kur përballej me vetot e shteteve anëtare, tashmë Tirana ka mbështetjen e Brukselit. Megjithatë, prioritet mbetet transferimi i njohurive nga kontinenti i vjetër. Nuk e bëjmë këtë detyrë shtëpie për t'i kënaqur ata. E bëjmë këtë detyrë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë Shqipërinë më evropiane, më demokratike, më të bazuar në institucionet e veta dhe jo tek personalitetet e veta. Rama komentoi dhe projektin e Jared Kushner në ishullin e Sazanit. Kryeministri tha se misia me dhëntrin e Trump do të mbijetojë përtej mandatit të presidentit amerikan në Shtëpinë e Bardhë. Mendoj se ky është një investim dhe kjo është një miqësi që zgjat shumë kohë, prandaj do të mbijetojë edhe pas Trumpit, kështu që nuk është as pak një miqësi politike. Kjo ishte ajo që thash atëherë dhe kjo është ajo që po them tani. Sa i përket përplasjeve politike në Shtetet e Bashkuara mes Donald Trump dhe George Soros, Rama tha se preferon të mos komentojë apo të përfshihet në këtë debat, ndonse e cilëson Shqipërinë, shtëpinë e të gjithë miqve të saj. Më pyetët për Kushner dhe Soros. Po, të dy janë miq, mund të mos e pëlqejnë njëri tjetrin, megjithse nuk jam i sigurt. Megjithatë, bëhet fjalë për ta, nuk bëhet fjalë për mua. Nuk është puna ime të gjykoj, nuk është puna ime të jem pjesë e kësaj. Kjo është Shqipëria dhe kjo është shtëpia për të gjithë miqt që kemi. Pra, të dy janë në shtëpi këtu. E ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë angazhuar në negociata mes Rusisë dhe Ukrainës, Rama i sugjeron Brukselit të komunikojë me Moskën dhe të mos e delegojë politikën e jashtme. Kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian, mendoj se Bashkimi Evropian duhet të flasë me Rusinë dhe nuk duhet të vazhdojë të delegojë politikën e vet të jashtme në Washington, sepse në fund të ditës Rusia është fëmijë i Bashkimit Evropian, jo fëmijë i Shtetet e Bashkuara. Ish oficeri operacionale Sigli Haxhia i arrestuar gjatë operacionit të Spakut me prokurorinë e Breshas, dyshohet se dekonspiroi hetimin për grupin e visit të Pojës dhe ka pasur bashkëpunëtor në nxjerrjen e sekreteve hetimore. Sipas komunikimeve të zbardhura nga Sky Encrochat, oficeri kërkonte nga trafikantët 15.000 euro për t'i ndarë me 2 kolegë të tjerë në këmbim të informacioneve sekrete për ta. Gjykata e posaçme vendosi burg pa afat për oficerin e policisë.
Komunikimet në aplikacionin Sky ECC dhe përgjimet e prokurorisë së posaçme SPAK kanë çuar në zbulimin e ish agjentit operacionale Sigli Haxhia, i cili jepte informacion tek persona të cilët ishin në përgjim dhe në nënhetim nga autoritetet si pjesë e grupit të Elvis Doçit, i njohur si Visi Pojës. ABC News ka siguruar komunikime të shumta të Igli Haxhiait në aplikacionin Sky ECC me Denis Myftiun të shpallur në kërkim për llogaritë autoriteteve italiane si lidhje ngushtë Elvis Doçit për trafikun e qindra kilogramëve kokainë. Denis Myftiu i shpallur në kërkim rezulton se është marrë me organizimin e trafikut të kokainës dhe heroinës nga Shqipëria në Itali. Ish oficeri operacionale Sigli Haxhia në dhjetor të vitit 2020 komunikon me Denis Myftiun duke i kërkuar takim pasi i kishin prezantuar disa miq të përbashkët. Fola pak me ato çunat, që më thanë që kishe merak për disa gjëra, po më sigurove ti që nuk më nxjerr në përbiseda, takohemi pak bashk. Këto biseda dihet si janë. Ndonjë merak nuk kam, por gjithsesi takohemi të hënën dhe diskutojmë në kafe. Më vonë Igli Haxhia i shkruan Denis Myftiut se ai ndihmohej edhe nga dy miq të tij polic për të marrë informacione dhe për këtë kërkon 15.000 euro, pra nga 5.000 euro për secilin. Vëlla, kjo është punë me kosto. Kam vënë edhe shokët në siklet. Jemi 3 veta nga 5.000. Unë kam burri. Mos mendoj që është gjob. Ti, nusja, nën. Asti i keni telefonat në përgjim. Kjo info është falas. Të tjerat bojnë lek. SPAK ka dyshime se Igli Haxhia është i përfshirë edhe në trafikun e drogës, pasi janë gjetur në Sky ECC edhe biseda me përdorues të tjerë për cilët flet për shitje dhe transport kokaine. Megjithatë, deri në tani nuk ka prova të jenë sekuestruar sasi narkotikësh që lidhen me Igli Haxhiain. Pavarësisht se para trupës gjykuese pretendon se nuk ka pasur kur aplikacionin Sky ECC, gjykata e posaçme vendosi ta lërë në burg Igli Haxhiain, si të dyshuar për veprën penale të korrupsionit, shpërdorim detyre e nxjerrje të sekretit hetimor. 3 anëtarët e tjerë, Asti Lupi, Altin Sheja dhe Ral Salla do të dalin para gjykatave të rretheve pasi u vendosën në pranga me qëllim ekstradimin drejt Italisë. Në total gjykata e Breshjas lëshoi 24 masa sigurie, nga të cilët 3 u ekzekutuan në vendin tonë, ndërsa 3 anëtar të tjerë dyshohet se fshihen po në Shqipëri. Mes personave që ka mas siguri arresti me burg për këtë operacion është edhe Visi Pojës, i cili është në kërkim edhe nga prokuroria e posaçme SPAK, pasi grupi i tij u godit disa muaj më parë, ku prokuroria lëshoi rreth 50 masa sigurie. Edicioni informativ përfundon këtu, por pas rreth 20 minutash vjen sheshi dollarit me Genta Dobrën, ndërkohë për çdo informacion të fundit ju ftoj të klikoni në abcnews.al si dhe të na ndiqni në Radio ABC 105 FM. Bashkë mirupafshim të hënën, si gjithmonë orën 19.